Ku tha se ishte në lidhje me Laertin, reagon Ilnisa. Ditët e fundit është përfolur për Laert Vasilin, aktorin e njohur dhe lidhjen me gazetaren Ilnisa Agolli, se kanë qenë në një lidhje dashurie, madje edhe për seksualitetin e aktorit të njohur. Ky lajm, i cili dukej se u përfol edhe në Prime pas puthjeve të bëra midis Laertit, Gjistit dhe Aldos, duket se ka marrë vëmendjen e publikut. Kjo pasi dhe Amber i kishte deklaruar se Laerti ka qenë në lidhje me një transgjinore prej 8 muajsh në Greqi, dhe kjo histori është e vërtet. Edhe Shkëlzeni e madhe dhe Gert Ferra jashtë, por edhe Bernardi kishin deklaruar se kanë parë sjelljet e Laertit që duket biseksual, por ky i fundit nuk e pranoi. E në portale të shumta po rrjedhin lajme në një intervistë më pashme të Laertit që kishte qenë në një lidhje dashurie me Ilnisa Agollin. Ky lajm e ka nervozuar tej masi Ilnisën, që ka reaguar ashpër në rrjetet sociale. Ajo këtë lajm e ka mohuar e madje ka cilësuar si shpifje dhe marrëri, teksa shkruan: Turp, për këtë poca që i shpifjesh dhe të mendosh që nuk është hera e parë që lexoj marrina e përderdhje lidhjesh të këtij lloji nga çdo gazetare, portal sërolloji, ka thënë ajo, duke mohuar lajmet. Kujtojmë se Laerti ishte i ftuar në zonë e lirë kur deklaronte vite më parë se është në lidhje me trurin e vajzave dhe me një vajzë me të cilën ka një botë të madhe, teksa përshëndeti Ilnisën. E të gjithë ju referuan Ilnisa Agollit, mirë po duket se vajza e përshëndetur nga Laerti ka qenë një Ilnisë tjetër.